Sidomos tek femrat, fryrja e barkut është shenjë e kësaj sëmundje të përhapur. Sa herë që keni pirë dhe mendoni se kjo gjë vjen nga teprimi me ushqimin, por jo gjithmonë ndodh fryrja e barkut për këto arsye. Sipas një studimi të ri, 50% e grave që vuajnë nga problemet e vezoreve kanë në fryrje barku dhe për fat të keq nuk kërkojnë ndihmë mjekësore që në fillim pasi e konsiderojnë atë simptom të padëmshme. Gratë nuk duhet të rrezikojnë në jetën e tyre duke injoruar simptomat e problemeve të vezoreve. Nëse gratë i dinë simptomat, atëherë si ndjenja e vazhdueshme e fryrjes së barkut mund të diagnostifikojnë këtë problem në kohë duke shpëtuar edhe më shumë jetën e tyre. Përveç fryrjes së barkut, ka një sër simptomash të tjera që mund të paralajmërojnë për probleme të vezoreve. Nevoja për të urinuar më shpesh, dhimbje në pjesën abdominale ose në legen, mungesë oreksi dhe ndjesi e ngopjes së menjëhershme janë disa prej arsyeve që nuk duhet të neglizhohen por të adresohen tek mjeku përkatës.